Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Allahun azza wa jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, e madhrojmë kryusin e gjithësisë, mëshirëplotin, mëshirëbërësin, sundusin e ditës së gjykimit, dërsa salavatet dhe selamet i dërgojmë mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pra, edhe sonte përfundoj dhe perëndoi dielli i ditës së 8 të Dhulhijhes, praktikisht kem filluar në ditën e 9 të Dhulhijhes, që praktikisht koinsiston me qenë dita Arafatit nesër, pasi që është çështja kështu siç është, kam zgjedhur me fol pak më konkretisht për ditën e Arafatit, që më e përkujtu vetes dhe juve se çfarë vlere ka kjo ditë, edhe se si më u mundue me shfrytëzu këtë ditë ashtu siç është më së miri. Mirë po fillimisht njeriu ja përkujton vetes një realitet që alhamdulillah Zoti po na lën kësi sezone, qoftë Ramazani, qoftë Dhulhijhe, qoftë dita Arafatit, qoftë Muharremi, më thonë dita Ashurës, që realisht me këto ditë të cilat me punë pak shpërblehemi shumë, me konë nxitje që me veprue edhe me hik pluhurin e përtatësrisë, e cila ka mundësi edhe dimën e ka plue ko pas kohe. Pra thjesht këto ditë na vinë të bekuara, në të cilat veprat shumë fishohen, e që me to shpresojmë që nesër të shpërblehemi te Allahu azza wa jall, edhe të jemi të parët nga umetet, edhe pse realisht në këtë botë jemi të fundit. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar se jemi të fundit për ka koha, mirë po nesër në ditën e gjykimit do të jemi të parët, domethënë në shpërblimet e Allahut azza wa jall, për atë edhe pse kemi punuar pak, mirë po shpërblimin e kemi të madh, pikërisht për shkak këtyre netëve të mëdha, këtyre ditëve të mëdha që Allahu azza wa jall na i ka lënë, domethënë ko pas kohe edhe të na freskojnë, mirë po edhe përmes tyre të arritëm grada të larta dhe faljet mëkateve dhe shpërblime të mëdha. Pra është dita Arafatit nesër me lejen e Allahut azza wa jall, dhe është dita më e madhe pothuajse e vitit, e cila për vlerën e saj kanë ardhur argumente edhe nga Kurani, edhe nga suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kisha filluar me të tregun ngadalë pak me ditë se çfarë vlere ka kjo ditë, duke filluar ajo se kjo ditë është në atë që thojmë generale në ditë prej ditëve të 4 muajve të vitit, për cilat Allahu azza wa jall i ka veçuar kur e ka krijuar, domethënë qejt dhe tokën, kur ka caktuar që të jenë 12 muaj, e prej tyre të jenë 4 muaj të ndaluar, fala tadhlimu fihinna anfusakum, dhe mos i bëni vetët zullum, domethënë në këto 4 muaj, njeriu nuk i bën apo nuk duhet me i bë zullum kurrë vetes së tij, as në këta 4 muaj, as jashtë 4 muajve, gjatë gjithë jetës dhe gjithë kohës, mirë po këto 4 muaj janë më të veçanta dhe njeriu i largohet mëkateve, duke filluar nga mëkati më i madh, shirku, e mëkate tjera, duke filluar nga ato mëkatet e mëdha, domethënë shkatruese deri te mëkatet e vogla. E në këto 4 muaj
është pikërisht edhe kjo dita e Arafatit. Mirë po ma konkretisht, dita e Arafatit është në 10 ditëshin e Dhul-Hijjes, për cilën Allahu Azza wa Jall kemi treguar se është betuar në to, kur ka thonë wal fajr wa layalin 'ashr, pasha agimin edhe pasha 10 ditët apo 10 netët, e kemi treguar se Abdullah ibn Abbasi e shumë komentatorë të Kuranit kanë treguar se Allahu Azza wa Jall është betuar pikërisht në këto 10 ditë, edhe kemi cekur se cilat ditë janë më të mira, a janë 10 ditë në fundit të Ramazanit, a 10 ditë e Dhul-Hijjes, edhe kemi thonë se ndoshta mendimi më i saktë është ai që e sill Sheikhul Islam Ibn Taymija kur thotë se nëse i përket netëve, netët janë më të mira 10 netë e fundit të Ramazanit, ndërsa sa i përket ditëve janë domethënë më të mira 10 ditët e Dhul-Hijjes, e që konsiston me kon këto 10 ditë, praktikisht dita e 9 me kon dita e Arafatit. Mirë po, edhe Allahu Azza wa Jall ka betuar e ka treguar, domethënë për këtë natë se është natë e prezantuar, wa shahidi wa mashhud, kur ka cekur Allahu Azza wa Jall domethënë në suratul Buruj, domethënë ka pe komentatorëve të Kuranit e ka edhe një hadith domethënë që e ka komentuar këtë, ka thonë wa shahidin wa mashhud është fjala për gjumon, wa mashhud është domethënë dita e Arafatit, nga se realisht është prezantuar jo vetëm nga haxhit të cilët janë ardhur në Arafat me krye obligimin e haxhit, mirë po janë të prezantuara apo ditë e prezantuara nga melaqet dhe numri i madh i melaqeve të cilat zbresin domethënë në qiell e në tokës. Tjetra vlerë që e tregojnë këtë natë është pikërisht çështja që e kemi cekur me disa diun edhe këtë, se në këtë 10 ditë bashkohen adhurime ashtu siç nuk bashkohen në asnjë pjesë të vitit. Pra thjesht Ramazani është Ramazan, ka agjerim, ka namaz, ka zakat, ka sadaka, ka domethënë vepra të ndryshme, mirë po jo të gjitha veprat apo kushtet e Islamit bashkohen në të, ndërsa në këto 10 ditë është domethënë edhe haxhi, që faktikisht janë 5 kushtet e Islamit prezente në të, e konkretisht pjesa kryesore e haxhit është domethënë dita e Arafatit. Se ata që domethënë shkojnë haxh e dinë apo duhet me ditë se boshti kryesor i haxhiut është me qëndru në Arafat. Çfarë do pjesë të kohës, mirë po s'paku një pjesë me e kalu aty se për ndryshe në qoftë se nuk prezenton në Arafat, ati personi i ka shkuar dhe më thonë ai haxh dhe nuk i pranohet, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë el haxhu Arafa, haxhi është Arafat, pra thjesht boshti dhe strumbullari i haxhit është pikërisht qëndrimi në Arafat. Ka edhe vlera të shumta që të kanë ardhur në hadithe të vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se në të falen mëkatet, ka se ka në hadithën e vërtetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se s'ka ditë që Allahu Azza wa Jall i amstenon njerëzit më tepër prej zjarrit të xhenemit se ditës së Arafatit. Domethënë se kjo ditë bile ka një transmetim se çka lypin në rrobat e mi tash kërkojnë mëshirën dhe faljen time, atëherë i merr melaqet si dëshmitar dhe i thotë se domethënë ja kanë falur mëkatet e tyre, edhe në qoftë se janë sa pikat e shiut, apo ata guralecet e zallit. E domethënë e ka përmend tash një fjalë tjetër me treguar madhështinë se sa falje të madhe Allahu Azza wa Jall ka pikërisht në këtë ditë. Tjetër vlerë që ja shton më tepër, domethënë rëndësinë kësaj dite është se Allahu Azza wa Jall i mburret me njerëzit që të kanë ardhur në Arafat, domethënë me ta para melaqeve, se kur i fal Allahu Azza wa Jall afrohet në qiellin e kësaj tokës, edhe me ata që janë haxh mburret me ta para melaqeve,
duke I pyetur melaqet se çka kërkojnë këta robët e mi. Kërkojnë faljen në rahmetin e tyre, e Allahu azza jalla I merr si dëshmitar se unë ja u kam falur të gjitha mëkatet. Pra edhe zbret Allahu azza jalla dhe afrohet në qiellin e dunjas, mirë po edhe mburret me ata njerëz që kanë ardhur në Arafat, domethënë me ta para melaqeve. Tjetër vlerë, domethënë është e Arafatit, është se është ditë feste, është ditë, domethënë se ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dita e Arafatit, edhe dita e Bajramit, edhe 3 ditë mes Bajramit që quhen jam tashriq, janë për neve në Islam fest. Janë fest nëse njeriu, domethënë edhe han, edhe pin, edhe gëzohet me to. Vlerë tjetër e ditës së Arafatit është ajo që ka cekur, domethënë ai jahudiu kur ka ardhur te Omeri dhe ka treguar se thjesht sikur të kishte zbritur mbi neve jahudive një jetë që ju ka zbritur juve muslimanëve, atë ditë dhe këshumar fest. Edhe I thot Omeri se për cilën jetë e ki fjalën, I thot el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot ja kom plotësuar fen tuaj, ja kom plotësuar begatitë e mia ndaj jush dhe jam I gëzuar që Islami është fe e juaj. E thot Omeri, po ne atë ditë e kem fest se e di kur ka zbritur, cilën ditë ka zbritur ditën e Xumat, ditën e Arafatit, domethënë pas drekës, domethënë faktikisht ka qenë ditë feste, e që realisht është fest se feja jonë është plotësu, feja jonë nuk ka mangësi, feja jonë nuk ka nevojë për me shtu asgjë në të, mirë po edhe është plotësu në të aspektin, domethënë praktik, nga se me haxhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se ne ka bë në fundin e jetës së tij, është plotësi kjo fe në atë formën praktike duke treguar se realisht Islami ka triumfu ndaj armiqve pa besimtar, edhe nuk ka rrezik për Islamin se domethënë do të humbet apo do të çrrënjoset. Pra ashtu siç është plotësuar në aspektin teorik, si fe është plotësuar në aspektin praktik, nga se realisht në haxhin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që quhet haxhi lam të mirs, në farforme është qumë mesazh jo vetëm ata që kanë pranuar Islamin, ata që ishin në numër shumë, vetëm ata që kanë prezantuar në haxh kanë qenë për 120.000, domethënë sahabi, mirë po edhe tjerëve se realisht nuk ka kthim mbrapa dhe Islami do të shkon vetëm përpara. Çështja tjetër apo vlerë tjetër që kanë cekur dietarët është se realisht kjo është ditë e duas, kjo ditë domethënë nga se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka thonë se doja më e mirë është doja domethënë që bëhet në Arafat, e shumë vlera tjera domethënë të cilat janë në lidhje me Arafatin, mirë po kisha pas qef vetëm mundal në 2-3 pika me ja kujtu vetes dhe juve se si me shfrytzu realisht këtë ditë. E para pa dyshim që duhet njeriu me shfrytzu këtë ditë është agjerimi kësaj ditës. Edhe ai cili ka mundësi fizike, edhe nuk ka, domethënë smundje, nuk ka punë të vështirë, që s'ka mundësi me gjetë qarën edhe zgjidhjen, që patjetër me agjëru, s'po them që është farz, është sunet I fortë, është sunet për neve që nuk jem haxhi, nga se për haxhit nuk është sunet agjërimi I ditës Arafatit, nga se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk e ka agjëru ditën Arafatit. Edhe këtë e ka sqaruar shumë mirë gruaja e Abbasit, nana e Abdullah ibn Abbasit, Ummul Fadl, kur realisht kanë pas dialog se a është agjëruar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me jo, edhe ja ka afruar një tas një gotë me çumsht, ai ka qenë hypur mbi deve dhe ka pirë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe kanë po këtë njerëzit që realisht ditën e Arafatit pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk është duke agjëruar. Pra thjesht kjo që po thojmë me agjëru vlen jo për ata që janë haxh, vlen për njëve të cilët nuk jem domethënë haxhi, që me agjëru këtë ditë, nga se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na ka informuar se ai I cili agjeron ditën e Arafatit, shpresoj që Allahu azza wa jall m'ia fal mëkatet e vitit të kaluar edhe vitit të ardhshëm me një ditë. Çfarë do mëkatesh qofshin ato? Dhaja apo të vogla? Realisht mëshira e Allahut azza wa jall është e madhe, edhe Zoti për robën e tij
është ashtu siç mendon robi për të. Qofse mendojmë ne se është mëshirues, është falës, edhe mëkatet tona sado që janë të mëdha për Allahun azza xal nuk janë të mëdha, se Allahu azza xal me mëshirën e tij na ka mundësinë të i kalu, ashtu do të gjejmë te Allahu azza xal. Pra thjesht mosim detaje me thonë se jo vetë voglat e falë kështu më radh, mirë po të kem mendim të mirë për Allahun azza xal se mëshira e Allahut azza xal është e madhe edhe për të nuk është vështirë as me fal mëkatin e madh as të vogël, mirë po të kemi për mendim të mirë për Allahun azza xal se ashtu siç përmendojmë, ashtu siç e mendojmë Allahun azza xal, ashtu edhe kena me gjetë. Pra thjesht me agjeru këtë ditë, pavarësisht pse është vap, edhe është pak ditë e gjatë, mirë po shpërblimi është i madh, nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka informuar se agjerimi i një dite është sebeb që Allahu azza xal më largu robët fytyrën e tina prej xhenemit, domethënë 70 vite. Kjo është puna e parë. Puna e dytë është çështja e dhikrit, e përmendjes së Allahut azza wa xal, domethënë se prej veprave të dashura të Allahu azza wa xal është që njeriu me e përmend Allahun azza wa xal, me e përmend dhe me e kujtu, edhe me e madhru. Se pikërisht në këtë hadithin e pejgamberit që ka thonë duaja më e mirë është duaja e Arafatit, më në herë mësoj ka thonë dhe fjala më e mirë që kam thonë unë dhe pejgamberët para meje është fjala la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pra, thjesht fjala e shahadetit duke dëshmuar se nuk ka zot tjetër që meriton përveç Allahut azza wa xal, se atina i takon domethënë edhe pushteti, edhe i takon hamdi, falënderimi dhe ai është i plot fuqishëm ndaj çdo gjëje. Pra thjesht këtë këto fjalë janë madhrim që robi i bën Allahut azza wa xal. Nuk është çështja që është duke i lyp diçka në formë konkrete Allahut azza xal. Është vetëm duke madhruar ashtu siç i takon Allahut azza xal me madhruar, edhe pse ne jemi të mangët, sado që të madhrojmë Allahun azza xal, më dhon hakun me madhru ashtu siç i takon Allahut azza xal me madhru. Mirë po e thojmë këtë fjalë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se është fjala më e mirë që e ka thonë edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberët domethënë para tij. Mirë po përveç kësaj është domethënë prej sunetit që njeriu edhe me madhru Allahun azza xal, me bot tekbire. Edhe atë kemi thonë prej fillimit kur ka filluar domethënë ditët e Dhulhijhes, me thonë Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, walillahil hamd. Dhe kemi thonë që këto është sunet prej që kanë hija të ditë me i thonë vazhdimisht, edhe në xhami, edhe në shtëpi, edhe në rrugë, edhe në vetur, edhe vend punës, edhe me ngrit zonin, nga se kemi treguar se ka onë në Sahihun e Buhariut, se Ibn Omer dhe Ebu Hurajra kanë dalë në treg, edhe kanë bërë tekbir me za, e njerëzit jau kanë përsërit tekbirin pas tyre, thjesht kanë dalë me kujtu që ata me bërë tekbir ashtu siç po bëjnë tekbir. Pra thjesht është e preferuar me bë, domethënë tekbir, nga se është për kujtim edhe madhrim i Allahut azza xal, e sidomos prej nesrit, domethënë prej ditës së Arafatit, prej sabahut, namazit sabahut, namazeve farze, domethënë që me fillu pas çdo namazi farz, kush i fal me xhamat në xhamia apo dikun tjetër në xhamat, që pasi që të jap selam, me thonë astaghfirullah, Allahumma ente selam wa minke selam, te barekte edhe xhelali wal ikram, edhe me thonë këtë Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, lillahil hamd, edhe këtë me e vazhdu deri në ditën e 4 të Bajramit, dhe me thonë dhe namazin e ikindis. Dhe jo vetëm me thonë la ilaha illallah apo tekbiret Allahu akbar, mirë po sidomos nesër është mirë njeriu që me i nejt gati edhe dhikrit mëngjesit, edhe dhikrit takshomit, edhe dhikreve dhe me thonë të hinë xhami, edhe të dalë pe xhamije, edhe kur të merr abdes, edhe kur del pe shtëpie, kështu me radhë, nga se faktikisht është ditë e dhikrit dhe përmendjes dhe madhrimit të Allahut azza wa xal. Mirë po edhe ana tjetër është ditë e duas, e që duaja është më konkrete, që njeriu i lyp Allahut azza wa xal diçka më të veçantë, që ka nevojë në mënyrë direkte për të. Prej duave më të mira, nga se cekëm hadithën prej vlerave të ditës Arafatit, është se duaja më e mirë është ai dua që bëhet në Arafat. Khairu du'a Arafa, ka thënë pejgamberi sa duaja më e mirë është duaja e cila bëhet në Arafat. Pra thjesht
me shpeshtu duat. Prej duave e cila ka hyrë në mesin e jetëve të haxhit, është pikërisht ajo që na ka mësuar thash neve fëmijëve, edhe xhallarët në xhamia tona me thonë Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. O Zot, na jap të mirën këtë dunja, edhe të mirën në ahiret, edhe na mbroj neve prej zjarrit të xhenemit. Kjo dua e gjen konkretisht te ajetet e haxhit, kur ka folur për dispozitat e haxhit dhe rregullat e haxhit, ka ndërhy kjo dua se në farformë me kuptu se kjo dua është mirë me e shpeshtu njeriu këtë gjatë jetës, mirë po sidomos nesër në ditën e Arafatit, nga se thash me lehtë të Allahu azza wa jalla zbret në qiellin e dunjas edhe i mburret, domethënë me njerëz që të kanë ardhur në Arafat, edhe Allahu azza wa jalla i fal të gjithë njerëzit të cilët i lutën Allahut azza wa jalla. Unë kisha pas qef vetëm me treguar se çush ka qenë gjendja e selefit sa i përket duas në ditën e Arafatit. Kanë thonë shumë prej selefit se njerëzit i kanë deponu duat që kanë pas me ja bë Allahut azza wa jalla pikërisht ditën e Arafatit. Ka pas hall, ka pas nevojë me drejtu Zotit për ndonjë çështje që ka pas nevojë për të. Thjesht e ka shty, e ka grumbullu me i bën ditën e Arafatit, se e ka ditë se çfarë vlerë ka dita e Arafatit. Ditën e Arafatit tregojmë për selefin, dhe më thonë tregon një prej selefit se ka takuar Sufjan e-Thauriun, edhe e ka takuar duke bë dua në Arafat, duke çajt. Ka thonë cili është njeriu më i keq. Thotë është njeriu më i keq është ai i cili mendon që Allah azza nuk e fal ditën e Arafatit. Ka ardhur më thonë prej selefit se faktikisht i ka marrë 100 rob, 100 domethënë rob skllav që i ka pas. Edhe i ka liru në ditën e Arafatit, edhe ka bë një farforme afrim të Allahu azza përmes soi punë të mirë, me thonë o Zot, ashtu se që pata mundësi me i liru këta rob, atëherë më lirat e mu prej zjarrit të xhenemit, mirë po ka pas edhe të tillë që ka ardhur në ditën e Arafatit, ka thonë o Zot, mos ja u refuzot duat tyne për shkak të mëkateve të mijave, e për shkak se çfarë njeri jam unë edhe çfarë mëkatesh kam unë. Pra thjesht vëllezër të nderuar, dita e Arafatit është ditë që njeriu duhet me shfrytzu me dua, me lutje, me bën dua njeriu për veten e tij, që Allah azza më na shpërblim me xhenet, më na ruajt prej zjarrit të xhenemit, më na mundsu Allah azza që me kalu ulën e siratit shumë lehtë, me na dhon librin me dorë djathtë kurse si me dorë të majt, me pi ujë pe haudit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. A thjesht me kon mas flamurit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që him xhenet, edhe Allahu azza na begaton me pa fytyrën e tij të ndritshme, se nuk ka begati më të madhe se besimtari me pa fytyrën e Allahut azza wa jall. Mirë po më lut edhe për këtë dunja, për çdo njeri që ne kem dert për të, për ata prindë që ne kanë vdekur, për ata shokët që ne kanë vdekur, për atë familje që e kem gjallë, për bashkëshortë e vllazni, për fëmijë e dashamir, e kojshi, e akraba, për gjithë muslimanët me bë dua, sidomos ata që janë në Gaza, sidomos ata që janë në vështirësi, që Allahu azza wa jall turritet e tyre mi ushqy, smuret e tyre mi shëru, vdekurit e tyre domethënë me mëshiru, që Allahu azza wa jall mi dhon zgjidhje, që Allahu azza wa jall mi hjek qafe atë qafir, domethënë se faktikisht e kanë mbyt jo grunë e fëmin, po e kanë mbush tokën me errësirë, edhe thjesht këmbë atyre ku ka shkel, aty faktikisht nuk ka pas më bereqet. Allahu azza wa jall dhasht hakun në këtë dunja para se me i dënue domethënë në ahiret. Pra thjesht njeriu me bë vëllezër të nderuar dua për muslimanët që Allahu azza wa jall millzu, që me i kthyen në udhë Allahut azza wa jall, që vëllezërit e familjarët tonë të falen, të nisin namazit, që gratë e bashkëshortet tonë, vajzat tona të kthehen hijabit, të kthehen dërshmërisë, e jo të pasojnë domethënë ata të cilët janë të pandershëm, ata të cilët janë të pamoralshëm, ata të marrin domethënë për rrnek dhe shëmbulltyr. Lutim Allahun azza wa jall që të na mundson që të presim ditën e Arafatit, të agjerojmë atë, të lutemi, të falim në të bëjmë vepra të mira, mirë po të bëjmë sadaka, se nuk ka vepër më të mirë sa ato vepra që bëhen në këto 10 ditë, e sidomos ditën e Arafatit. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.